kjo heshtje dhe kjo neglizhencë e këtij populli përpara një fatkesie kaq të rëndë, mendoj se tregon një rënje të ndërgjegjes njerëzore, të dhimbjes, madje ta them dhimbjes kombëtare. Neve na iku djali, nuk na kthehet më ai djalë, sikur bota të përmbyset. Por ka diçka tjetër mbrapa se prindrit që janë sot kudo në çdo familje apo mësues nëpër shkolla, mjek nëpër spitale, kudo që janë, duhet dinë një gjë që nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Dhe kjo është plaga që le Erioni mrapa. Thikat e Erionit janë në çdo zemër shqiptare sot. Nuk janë vetëm tek ne. Thikat e Erionit mund të jenë thikat e dikujt e një fëmijë tjetër nesër, e lut Zoti që mos i ndodh kujt më, por kjo neglizhencë e popullit shqiptar apo e gjithë prindërve nuk për ne tregon që edhe drejtësia për Erionin është shumë e vështirë. Pse e mendoni të vështirë drejtësia për Erionin? Nëse unë kam marrë me qindra e mira mesazhe nga shumë miq brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe i falenderoj shumë gjithë shqiptarët për këto mesazhe ngushëllimi. Por mendoj se ngushëllimi i madh edhe më i thellë do ishte nëse do ishin sot këtu, sepse ishte një njoftim publik. Ne bëm protestën edhe në Bulqiz, fëmijët që kishin njoftuar protestën erdhën aty, por ishte e dhimbshme mungesa e prindërve. Ndërsa nëse e shoh që drejtësia e Erionit është e vështirë, nga gjithë rastet që ka pasur më përpara, është abuzuar me të vërtetën për t'i shkuar deri në fund një të vërtetë kaq dhimbshme. Cila është e vërteta juaj? E vërteta jonë është që Erioni ka qenë krejtësisht i pafajshëm, një fëmijë i urtë, një fëmijë i dashur, një fëmijë që nga shkolla shkonte edhe në punë, ishte edukuar me punën, ishte edukuar me normat e familjes dhe jo të rrugës. E vërteta e dhimbshme është se Erioni është prerë në besë nga kjo shoqëri që sot për fat të keq, nëse një fëmijë e edukon dhe e rrit, e harxhon kohën me të, është djalë i mirë, mëson në shkollë, është fat i keq në anën tjetër se një prind që nuk është marrë fare me fëmijën e tij, e ka lënë në hije edukimin e fëmijës tij, pikërisht ai bëhet arsyeja duke xhelozuar këtë fëmijën e mbar, këtë fëmijën që mëson shkollë dhe duke pasur atë zilin që si ta dëmtoj, si t'i bëj keq. A jeni kontaktuar nga familje të arrestuarit Nuk kemi asnjë lidhje dhe nuk na intereson. Na intereson vetëm drejtësia e Erionit. Ky shtet duhet lëvizet, duhet tronditet, ky është tërmet që është më i rëndë se një tërmet. Kur arrin të vriten fëmijët, mendoj se asgjë s'ka mbi fëmijët më. Po nga shkolla, jeni kontaktuar, kanë ardhur për ngushëllime, shokët e Erionit? Po, kanë ardhur shokët e Erionit, kanë ardhur autobuset nga Durrësi, kanë ardhur shokët e Erionit, janë sensibilizuar me ne, me buqeta lulësh, duke u lëritur me qame, se vetëm ne e dim, unë për shembull kam lejtë atë ditë gjithë ditë duke mbajt fëmijët se ishin shumë keq, dhe du t'i falenderoj dhe t'i uroj aty në prindërve që i sollën nga Durrësi atje, Zoti t'ju alej, Zoti t'ju afal dhe t'u rrim pranë gjithmonë fëmijëve të tyre. Çfarë kërkoni nga drejtësia? Erdhën në Bulqiz dhe nuk janë sot këtu të pranishëm. Mendoj se është orari i shkollës dhe këtu mendoj se ka diçka që aty është pika, që fëmijët nuk janë sot tu. Edhe pse kanë lënë orari në 11, shkolla duhet i lejote, sepse ishin këtu për shokun e tyre, për vllajën e tyre. Besoj se ato kanë bërë një gjë shumë fisnike, por fëmijët nuk janë lejuar. Mendoj unë nuk janë lejuar sepse nuk ve pa asnjë mësuesi askujt, por ashtu janë rregullat edhe. Çfarë kërkon? hap të radhës nga ana juaj si familjar? Ne hapat i kemi vetëm me drejtësinë. Çfarë Besojmë kërkoni nga drejtësia? të zbardhet çështja dhe të marrë dënimin që meriton, sepse nuk ishte vetëm një vrasës, ai kishte edhe 2-3 shokë tjerë bashkë me atë. Të gjithë të shkojnë para përgjithësisë. Emri mbi emri e zonjë të janë?
Unë jam Baria Çopi. Jam Faleminderit. Do